Kasa shënuat golin e parë në Superligë me Elbasanin, si ndjen edhe pas kësaj fitore të rëndësishme me Partizanin? Po, ndihem mirë mas këtij rezultati pozitiv, shnova dhe golin, edhe për këtë jam shumë i kënaqur. Sa i përket ecërisë të ekipit, vjen mirë sepse erdhi në një moment që mbas asaj humjes me Dinamon që ishte pak e dhimbshme, si të themi, erdhi aty ku duhet, domethënë. Për kjo na shërbeu mirë sepse duam edhe të kapim objektivin ton për Final Four edhe ishte një hap drejt këtij objektivi. Ndërkohë ndeshja është me Teutën, transfert si e prisni? Mirë, çunat janë pozitiv mbas kësaj fitore dhe mendoj se do bëjmë një ndeshje të mirë në Durrës. Edhe të shohim tani si do ecë. Elbasani është në gardën kupën e kampionatit, si e prisni fundin? Për këtë mos mendojmë më gjatë sepse kemi edhe ndeshjen e radhës edhe është mrapa me fol për këto objektiva, por që normal që synojmë edhe për titullin kampion edhe për kupën, tani të shohim.